Jo, realisht një mirë kur të rritë e qytetit, si me thonë, thrasim me të një gjuhë për të marrë diçka nga eksperjenca që kam kalu. Se si që kam thonë, normalisht që futbolli edhe sporti nuk mëson se si të bosh sport, por të jep edhe të mëson shumë më shumë gjatë gjithë karrierës. Bekim, si ndihet një sportist kur shërben si një model frymëzimi për të rinj që duan të integrojnë në rishtës, në sport dhe në mënyrë të veçantë në futboll? Sigurisht një mirë, pasi në thelb mendoj që këtë transmeton edhe sporti. Mendoj këtë shembull japim edhe ne si sportista për ditë, të ato njerëz që vinin na shohin. Dhe një shembull që e kam marrë unë nga brezat që kam ndjek në shkallët e stadiumit, kështu që jo vetëm si sportist, por ndoshta edhe si njeri duhet të transmetojmë edhe të jemi një shembull për të ndjek. Çfarë këshillesh do të japësh sot të rinjve? Sigurisht që këshillat e mia janë që të zgjellim ndjekun ëndrat e tyre, bojnë atë që kanë dëshirë më shumë, pasi jam i sigurt që do bëjnë më mirë se çdo gjë tjetër. Po ai besoj sot ke shumë për të thënë, por çfarë do të çoje? Po normalisht që për mua të rëndësishme janë fillimet, ato që mbjellin me qytetin e Shkodrës, pasi realisht më kallon ndoshta një shtysë apo një havë dhe jam me fat që fillimet e mia i kam pasur. Faleminderit. Faleminderit juve.